musliman e keni dhe i tashti prej shumë muslimanve e keni që muslimanin në sefer duhet me hangër dhe me pi derisa ta dallon vijën e bardhë prej vijës së zezë së mëngjesit, tagimit. Deri në atë kohë do të me hangër dhe me pi. Tash po tham diçka tjetër. E keni që ta? Po. E ke kuptu? Po. Tash lutë Allahun azza wa jalla, thuaj Allahumme e kom ni, po thoj nda. Do po thoj në ryshi, cila është më herë? O zëm se vetëm ti më nësh me muzu. Këto banet parën. Edhe ullën sifer, ha sifer. Në atë kohën kur ti qohër gjithë. Edhe këshyre kohën. Edhe thuj Allahut, Allahumme, unë ku me hangër dhe ku me pi për hirë tanin, derisa të shavijën e bardhë prej vijë zezë. Qëto banë në herë njetën tane. Edhe lutë Allahun azza. Allahumme o zëm. Allahumme, këta po thojnë, dikush po thot kështu, dikush po thot kështu. O zëm në ata shka është me drejt. E Allahu azza wa jall gjithsesi e ozon ata që lyp uzimin prej tij subhanahu wa ta'ala.